Deri para disa viteve kemi pasur udhëfyes turistik prej vendeve të tjera. Ata munden me tregu gjithçka për Kosovën, munden me tregu ndoshta jo gjëra dhe të vërteta, munden ndoshta pak edhe me tentu imazhin e Kosovës. Na nuk guxojmë për shembull në shku në Kroaci ose në Sloveni ose në vende të tjera nëse nuk e kena licencën prej shtetit të tyre, si udhëfyes turistik me spjegu diçka për vendet e tyre. Është lejuar dhe marrim dënim. E ata të na kanë drejt me ardhë dhe me spjegu çka do për vendin tonë. Unë shoh shumë pej që vinë edhe i shpjegojnë edhe ndoshta se ti një udhëfyes turist. Besoj që edhe në këtë drejtim duhet të bëhet më shumë, duhet të bëhet udhëfyes turistik për bjeshk, për male, për mënyrën e ndihmës së parë, mënyrës e mobilizimit të plagëve, trajtimit të turistave, sepse turizmi du me nda diçka shumë personale. Unë kur e kom studiu turizmin, kur kom fillu në fakt vitin e parë në universitet, krejt, pse me turizëm, qysh me turizëm, ti ke mujt ma shumë, është veç e shohin veç si një drejtim për kamarjer. Jo, turizmi ka shumë aspekte që ti mund është me lidh me ta. Për shembull e kena edhe me agro, ku shumë produkte në cilën ti mund është me i mbill edhe që aty me i shit, për të njëjtën kohë me i promovu përmes turistave. Agroturizmi mundet me u zhvillu shumë në Kosovë, sepse kemi tokën mbjellore. Guidat janë vlen me u certifiku, cili shtet duhet me i pas të vetat. Ata duhet me ditë shumë, po ka pak. Po duhet me ditë gjëra të vërteta për me ditë me javë të shpjegu edhe.